Qeveria e Kosovës është duke u përgatitur për të shpërndajë qindra miliona euro për qytetarët. Kjo nismë po prezantohet si pjesë e një pakoje ekonomike për përballje me inflacionin, i cili ka prekur ndjeshëm standardin e jetesës në vend. Për qytetarët, e në veçanti për pensionistët, kjo ndihmë po shihet si mirëseardhur, ndonse e vonuar. Ata thonë se rritja e çmimeve nuk është përcjell me rritje të ardhurave, prandaj çdo mbështetje nga shteti është e nevojshme. Që kjo është për ne një lajm shumë i mirë, sepse dhe tash e dim që qeveria edhe shteti nuk ka mundësimin e rrit çush mendojmë na. To e pa që inflacioni për shembull është 6, kurse ekonomia ka veç 4%. E kjo që ka ardhur, që thonë vonë, po ma mirë vonë se hiç. E për ne është një mes shumë e madhe që bile edhe neve me në ardhë rëndi si pensionist, sidomos në mosha 3, që na nuk mujmë kërkon me gjithë punë. Rase shteti neve nuk mundohet për ne, atëre dihet që është shumë gabim. Megjithatë, përveç mirëpritjes, pensionistët kanë edhe kërkesa konkrete. Mos të harrojnë se këto janë djemë tonë. Këta na i kemi shkollu me kontributet tona, i kemi bo kome dur. E duhet ata me menu se dhe ata në shtëpiat e veta i kanë me siguri prind e vetë. Bili ku t'i shojnë prind që janë pensionista kujtohen edhe për ne. E kjo për mu është shumë një mes e madhe, që bile dhe një herë dhe natë në rritit bile pakës, të marrin diçka, se që sa vite ne jemi veç për, në më thonë kjo nuk është pension, por është ndihmë sociale. Ndërkohë, të tjerët vlerësojnë se ndihmat të tilla janë të përkohshme dhe nuk zgjidhin problemin në thelb. Sipas tyre, zgjedhja afatgjate do të ishte miratimi i ligjit për pensionet, i cili do të siguronte stabilitet financiar për pensionistët. Kjo është një përkraje, një ndihmë për pensionistat, përsi se pensionistat kohë të fundit janë lënë jashtëdore. Pra ne kjo është e mirë se ardhur. Por, mas mirë të ishte me qenë me ardhë ligji mbi pensionet. Se këto shkojnë në argjitet, e marrë me apet pensionin, qyshimi të marrë që tashi, që praktikisht është fatkeqësia e ma madhe. Kjo parë shkon, po e dyta, sikur të na jepet një ligji, këto parë shkojnë ligj, edhe pensionisti e ka të sigurt. Tash i marrim këto, hargjitën s'ka mo. Mujnë që të apet i marrim me 2 vjetra. Nuk është me do të mirë kja. Në fund, pakoja ekonomike e qeverisë po shihet si një lehtësim i përkohshëm për qytetarët, veçanërisht për pensionistët.